Ja, përkundër. Shërdet. Nga shumë kursi vendimtare për fate dhe objektiva të disa prej skuadrave, po për 2 prej tyre, kjo mbrëmje sotme është me vërtet një test force i rëndësishëm. San Siro bëhet gati të pres një tjetër mbrëmje të jashtëzakonshme të futbollit evropian. Inter kundër Arsenalit, në velerinën në fakt e 2 prej skuadrave më të mira të sezonit të kaluar dhe 2 prej pretendentëve të mëdhenj të këtij rrugtimi aktual. Ndeshja do ndana presin gjithashtu edhe në Madrid, në Kopenhagen, gjithandej kur sot do të zbulojë se ku do të mbyllet faza e ligës për disa prej skuadrave. Përshëndetje miq të ting, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në studio Champions League në këtë sezon të ri, në këtë vit të ri televiziv, si gjithmonë me miqtë e mi, Lirin Zalla, Ylle Shameni, Erion Gjafa dhe avokat Endi Hicka. Do të nisim me njëherë diskutimin me të ftuarit tanë për të mbrëmje të zjata në fakt që na presin vetëm pas pak minutash të ndeshje fantastike të Champions League-s. Na nisim sërish në diskutimin bashkë Gjafa sepse kemi vërtet përballje shumë interesante. Besoj se kryefjala do të mbetet Inter Arsenal dhe për të vërtetën duket sikur Champions është krijuar me të vërtet për ndeshje të tilla dhe në mbrëmjen e sotme nuk e di, gjithçka që mund të bëjmë është të rrim dhe të vështrojmë të ndeshjet e jashtëzakonshme. Unë besoj që në momentin kur Champions i krijua pikërisht edhe në formatin e vjetër, kur kanë qenë vetëm ekipet kampione.
të shteteve të caktuara ishte për të tilla arena, për të tilla atmosfera, për të tilla kompeticione, për të tilla sfide si kjo e sotme. Ju besoj, kjo është pikërisht një nga ato më për të shijuar, sepse Absolutisht. jo vetëm që janë dy skuadra të mëdha, por janë dy skuadra që momentalisht po kalojnë nga skuadrat që po kalojnë në formën më të mirë. Si në kampionat, po edhe në Champions, kam treguar që janë skuadra për të pretenduar për centret më të mirë. Kështu që sot është natë për të shijuar. Vërtet, mos e vërtet. Në fakt të dyja skuadrat për të vërtetën kanë patur një kalendar jashtëzakonisht shumë të ngjeshur, megjithatë në këtë lloj rrugtimi nuk është se shihet më si problem apo justifikim të gjitha për këto ekipe që edhe në vitin e shkuar, kujtojmë këtu, ishin mes 4 më të mirëve të kontinentit. Besoj se s'ka më vonë fare për justifikim. Patjetër mendoj që janë ekipe që janë projektuar për të qenë kompetitive, jo vetëm në dy kompeticione, por edhe në trete, kështu që ndjeshja jep më shumë fizik ekipeve, por nuk është se i ndalon për të arritur objektivat që ata i kanë vendosur vetë se në sezon. Mendoj janë të dyja skuadrat që vinë në një formë të jashtëzakonshme, e kanë kapacitetet edhe numrat e lojtarëve edhe për të bërë rotacione e pastaj, kështu që besoj do ketë një ndeshje shumë të bukur. Në fakt, në krahasim me një vit më parë, do doja të kujtoj aty që ekipet nuk është se kanë ndryshuar shumë. Megjithatë përballja me Skivut edhe Artetës, duhet thënë këtu në gjallë jo pak kureshtje, apo jo, Virin. Besoj se janë dy nga ato personazhe që sa herë që kanë përballje midis tyre, dy emra kushtojnë vërtetën të ri të botës trajnikut, kështu që vetëm eksperimenton me një skuadër të madhe, ndërkohë nga ana tjetër Arteta duket sikur e ka testuar deri diku tek skuadra e Arsenal. Është vërtet, përplasen dy trajnerë relativisht në shkolla të reja, pra në pak përvoj, Arteta pak më shumë në skuadra të mëdha, Arsenal pak më pak. Gjithsesi unë të kujtoj Artetën se ka bërë një shkollë shumë të madhe, duke qenë edhe zëvendës si trajnerë të mëdhenj, pra si në Pep Guardiola. Dhe si të qytet ka procesuar diçka, ka një background, një eksperiencë shumë interesante. Plus që drejton skuadrën e Arsenalit, një skuadër shumë e fuqishme në kampionatin anglez, dhe që pretendon që të jetë titull në Europë. Sepse duke rikëruar historikun, skuadra e Arsenalit është ka fituar trofe në Europë, trofe ndërkombëtar. Natyrisht është drejtuar nga trajnerë shumë të mëdhenj, por tani ndoshta ka ardhur dita që investimet e tura të vi edhe në fakt në problem. Unë mendoj kështu se i referohet në kampionatin anglez që e udhëheq me 7 diferencë dhe pikë të plota që kanë qenë, që vetëm në skuadrë deri tani kanë fituar. Plus që përgjithimi që ka bërë në marketing, në transfer marketing është fituar. Besoj që Arteta është më ndarë, si ai profesionalisht, por dhe skuadrat për momentin që ka. Por të luash me Interi në San Siro është pak e vështirë. Ne po diskutojmë para se të hyjmë në studio që Interi ka të ketë diskutojmë për ekipin e Evropa, dhe në ekipin e ndaj ka pak vështirë. Nuk e di që më ndodhi sot, por to është një kasë shumë e madhe. Janë dy skuadra që udhëheqin kampionatin respektiv nga më të fortë në Europë, nga një në Itali, dhe besoj që përplasja midis tyre do të jetë shumë interesante sot në Itali. Unë gjithsesi them që pa më ndërzuar por duke ndikur shoh që Arteta është në një rrugë shumë të mbarë, sidomos në edicionin e tjetër të spredur në trofe. Është nga aktuar të skuadra. Avokat, nuk e di një zhgënjim duhet thënë, nëse do të kishim një zhgënjim në San Siro nga ana e Interit dhe temi do ishte vërtet të merr për të vënë prej fansat me duart në kokë. Duhet thënë, ndoshta në mbrëmjen e sotme besoj presioni është pak më tepër nga ana e skuadrës zikale, apo jo? Jo, nuk e di ato të kujtuar në kohë apo jo, po fakti është që nëse ti humbet një ndeshje me Arsenalin, kjo nuk do të bëjë një çudi ose një problem, Arsenali është një skuadër e tillë që mund fitojë me këdo në këtë sezon, me siguri tregoj, për shembull, shumë nuk e besojnë, por fitojë edhe me Bayern Munich. Kështu që nga kjo pikpamje po të ndjekim logjikën dhe si thua të shikojmë ato se kush janë forcat e skuadrave, nuk do ishte çudi nëse Interi do të nisë me Arsenalin mund të këdo. Nga ana tjetër, nuk përbën çik problem për sa i përket Interit aspektin po them kështu psikologjik ose emocional, sepse
Interi është vërtet argëtor lindimi me skuadrat po themi të vogla, kjo është dukur edhe në kampionatin italian për Champions League. Në 4 ndeshjet e parë në Champions League që kishte një kalendar po themi shumë çik model nxehje, e kishte, i bëri pikë të plota. 2 ndeshjet e tjera që i kishte të vështira, pra mbi mesatarën, po themi të dyja i gaboi. Në kuptimin që nuk i bëri rezultate, se nuk mund të themi që i gaboi. Kështu që në këtë parë Interi kanë që të situash dyshime të ndërgjegjes nëse është një skuadër që ditë përballet në këto sfida direkte, kjo skuadër e sovjetëve, apo nuk ditë përballet në këto sfida direkte. Do ta shikojmë sot. Se e mendon avokat që është ende pikpyetje kjo gjë që mund përballej në sfida direkte apo jo? Shiko, Interi i si vjetër është për mendimin tim ndoshta Interi i ka luajtur futbollin më mirë nga gjithë këto Interi të 4-5 viteve të fundit. Domethënë edhe për mua është një Inter pothuajse i dërueshëm. Okej. Do të thotë një avokat i dërueshëm, domethënë do të thotë shumë, do të thotë shumë. Nga kjo pikpamje, nuk mund të themi ne që Interi është një skuadër që është skuadër që nuk tregon forcë, nuk tregon lojë, këto gjëra i tregon gjithave individët i ka pothuajse gjithë në formë shumë të mirë. Ky muaj i fundit, po themi, apo një muaj gjysmë në fundit i ka dhënë duket, sikur që po themi që në ndeshjet e fundit të Champions edhe një shtys tjetër, kështu duket të paktën, dhe është momenti kur një Inter në këtë sezon për të përballur me skuadrën më të mirë të Evropës, po themi. Si avokat kanë 12 pikë. Rrezikon për ty në tek më të mira, nëse mund të thotë. Rrezikon për ty në tek. Në këto rezultate që po shikojmë nuk e dia do të duket për të ngjelin dorë, se Manchester City që rritet nga boto glinti, domethënë nuk po arrin dot të kuptojmë se si do shkojnë. Champions League si vjet i ka fshirë. Mirë, avokat do të pyes lutem vetëm pak lërime, meqense më dole fiks tek boto glinti. Përse nuk e di rin të rezultat, me që vërtet duket sigur në pjesën e parë të emisionit ja hoqën të gjitha shpresat, por ne që po shohim diçka tjetër. Është shumë e vërtetë. Unë i dash vetëm shpresën e motit, që ti e cekë, pra të parë të stotë, por aty do të tjera. Aty do që Bordeaux e ngriu fare City. Edhe vite ishte ambicjë, çuditshme që çon rezultati 1-0. Në këto momente drive është 3-1, por që nuk kam vetë të shumë lojë, por kanë ndryshuar të rezultat. Kjo tregon që edhe skuadrat e vogla krijojnë probleme kur atë ndrojnë faktin që ato kur i ftohti një personi, kur i ftohti për ata që shumë skuadrë vend. I ftohti edhe ai është mësuar, po në përgjithë të ai ishte hapur fare. Se nuk shkrio. Ka kohë që vjen në tempo. Okej, dakor, vazhdojmë me te, duket sikur Xhafa do të flasim edhe pak për Interin, do të qëndrojmë particullarisht atje edhe për atë që tha avokati, në pak më herët që në përballjet e mëdha Inter, le të themi në këtë sezon ka çeduar, ka një skuadër cilësore, megjithatë në përballjet e mëdha nuk është se është parë kjo cilësi kaq e madhe për të vërtetë. Shpesh ndoshta edhe për merit të kundërshtarit duhet cilësuar kjo, por besoj se ato gabimet e skuadrës ka rënë edhe më shumë në sy. Gjithsesi, kjo e sotmja, le të themi ndaj Arsenalit, besoj se do konsiderohet një përballje ndaj një kundërshtari me të vërtetë të madh, apo jo? Jo vetëm kundërshtarit më, por kundërshtarit më në formë për momentin në Champions League, sepse është një kundërshtar që t'jep pak mundësi dhe Interi gjë që ka vuajtur në kampionatin italian apo në skuadrat e forta realisht. Dhe në Champions është pikërisht skuadrat kur nuk dalin në pa ato individët. Sepse me skuadrat e vogla ka kualitete dhe ka individ që mund ta zgjidhin ndeshjen nga momenti në moment. Por në këto skuadra kur luan kundrejt një skuadre si Arsenali që luan shumë mirë taktikisht, që di vendosë shumë mirë, i jep shumë pak mundësi shënimit, aty pastaj bëhet më efikase pjesa e grupit. Pjesa e grupit që funksionon çdo gjë perfekt, sepse sot nuk do të gabuar asgjë, sepse përballë ke një skuadër që praktikisht 90 minuta i bën në një perfeksion. Si në fazën defensive, sot nëse gabojnë, padyshim që ata kundërshtarit shënon. Patjetër, sot nëse ti nuk je 100% tënd si kolektiv, nuk e fiton ndeshjen me individ caktuar, siç e fiton me skuadrat e vogla. Kështu që prandaj base ka dështuar, në opinionin tim gjithmonë ka dështuar me skuadrat e mëdha, sepse në momentin caktuar i kanë dështuar një apo dy lojtarë që janë shumë për të tilla nivele. E vërtetë. Inshallah nuk e di për të vazhduar diskutimin duke parë të pozitat e skuadrave, të lutem ta bëjmë një politikimin, mendoj që Interi nuk e di do të ketë një terim pak më të madh të krahasuar me Arsenal. Mendoj që politikimin e të së do nuk i sot i ka
tjetër e luan me Dortmundin në Gjermani. Edhe Dortmundi shkoi sepse luan me Tottenhamin nesër, kështu që i bën disa kombinacione pikësh që ti do të marrësh maksimumin dhe unë më mirë se sa në fushën tënde, unë është patjetër një skuadër shumë të vështirë në këndvështrimin tim. Është vërtet ajo që Tottenhami është skuadra më e mirë në Evropë në moment, në të gjithë komponentët e saj. Problemi është që ka pasur deficiencë në përballje me ekipet e Portaite. Besoj që ka atë stofin, eksperiencën, edhe pse jo që të bëj maksimumin edhe që të marri minimalisht mos të mbasë, sepse pastaj do të jetë vështirësi shumë vetes së ekipit. Të paktën në teshën e parë, do të supoj sepse nisjen e bëri shumë të mirë, nuk është se bëhet shumë, nuk është se bëhet keq me Atletico Madrid pavarësisht se unë, po ashtu edhe me Liverpool, po sot do të jetë në maksimumin e vet, sepse vjen edhe nga një periudhë e mirë në kampionatin italian, dhe beson në merite, kështu që do të shfrytëzoj të gjithë këto faktorë të jashtëm për të marrë maksimumin e saj. Të besoj të skuadra e Arsenalit lojtari Krish Korteri ka qenë në mesin e kritikave absolute. Besoj se në konferencën e përshtypje, e cila shoqi jo pak vëmendje, disa lojtarë kanë dalë pro, kanë dalë në marrë praktikisht. Nuk e di se mendon, a mendon që suedezi pak përduan psikologjikisht mungesën e golave të vitit, për të vërtetë në datë presionin e madh dhe të jashtëzakonshëm që e ka skuadra e Arsenalit. Por edhe buja e madhe që erdhi te kjo skuadër duket sikur po e ndikon jashtëzakonisht shumë, Përveç bujes, janë shumë para aktive skuadrë. Natyrisht kur një studioz duan shënimin e golave, gjendja psikologjike e ekipit ndërtohet, dhe kur kalon janë pas javë dhe bëhet e njëjta gjë, fillon një mosbesim shumë i madh tek kryetarët studioz, sigurisht ai që i viziton ata, bile në futbollin sot modern, do të studioz madhe në numrin e golave shënojnë, sepse personelia këtu aty është kanë shumë klare dhe paketën. Dizësi nuk përjetin, përës e kam parë në kontare së ekipis, nuk është një lojtar që të marri nivele një pesh të caktuar të këtë kontare, që me ekipit vërbreza lojtarë së disë ekipit së vatë shrakor. Por të të manifestuar e ka Arsenal, duke e manifestuar të natyrisht do ketë presion, media të punësh, nuk është të përbedi askëm, se mos Edhe para dhe shumë që është shpenzuar për shumë presion janë, normal. Arteta e ka mbrojtur në të shpirtit që është dhe kapiteni, që ty janë përbash në takrotur, natyrisht që po, sepse e kanë krisë të tyre dhe të doshe një ditë, se me një kort të fejt asë një, se përsa e gjenë krisën e vetë dhe organizorë. Që dhe unë e uroj të se ka ishë lojtarë në zona shumë të mira, lojtarë në nivelli shumë lartë në por më njerë nuk akomodohet të skuadra ku shkon dhe ke pengesat të tilla që të kthehen në ignorancë dhe në pengesat psikologjike. Unë besoj që ai sot do të jetë patjetër në fushë, sepse nuk ishte ndryshe Interi të shpëtit të zero. Se Arsenali ka siguruar që të të mirë, sa të që do. Po të ishte Interi ishte siguruar të shpër rotacionin gjikjan parë, po se ta janë fair-play, ta duhet të konstërshën. Në shumë të dërshën në futbol, ta do javë maksimumin e tyre sot futbol Interi, varësisht e kanë siguruar që. Gjithsesi unë them që ky do ta marrë këtë shumë shpejt, sepse cilësi ka. Ai automobili është ambient dhe Arsenali është një skuadër që mund të përfaqësohet shumë mirë do të thotë. Avokat, nuk e di në një mënyrë për të vërtetë është shumë përbledhur, e dua këtë të lutem. Arma e fortë e Interit dhe Arsenalit dhe pika dobët e Interit dhe e Arsenalit në këmbështrimin tënd gjithmonë. Shumë short. Është shumë e vështirë të gjejë pikë dobët e Arsenalit, por ana e fortë është loja, ata janë të organizuar në çdo moment, në çdo situatë loje, aty ka një organizim të përkryer, asgjë po thotë nuk është burimi i rastësisë. Te Interi, arma më e fortë e Interit është Christian Kipo. Është trajneri. Nuk kam një simpati për të, është çuditshme që mund ta them, po. Po mirë, vetëm për simpati personale apo edhe pse me zgjidhje pyetjeve që ndoshta mund të jenë vënë kohë të fundit? Jo, tani ai s'ka pyetje, ai kishte disa pyetje në fillim të sezonit, ishte ajo kushdo që shkon domethënë në një
plate shumë të rëndësishme siç është Interi. Ka ato, si thua, ka dyshime për këtë person që s'ka stërvitur në një skuadër të madhe, nuk ka padur ose një ka kampionë, dhe sot gjatë kanë dyshuar shumë në krahasim me futbollin e dikushëm, dhe është gjithmonë një dyshim se çfarë do arrit të bëjë. Ai më ka çuditur sepse në një qetësi do të ai është person që edhe nuk i si thua këto polemika që ekzistojnë në futboll ai i pakson ose i minimizon sa më shumë dhe mban një klim shumë të mirë edhe në konferencat e shtypit dhe në atë se thua tani dhe në stërvitje dhe në drejtimin e skuadrës. Dhe nga kjo pikpamje më duket që ai është sepse Inter vjet pati një depresion do ta themi që pas finales së Champions. Është humbje zgjedhje por që ajo i vuri kapakun dhe nuk di ku do ishte ai njeri që do t'i qetësonte edhe një herë ta njerëz që ishim sepse në fund ky është profesion që ti duhet të kesh një qendrim të caktuar psikologjik që të bësh punën tënde. Ai edhe ajo që thotë Lerimi e vërtet, humbën çdo gjë, kështu që pak i mirë kuptojnë, pavarësisht se jo, nuk thash se nuk i mirë kuptojnë. Ajo që ndodhi ishte një gjë që ndodh, në sport ndodh, por ata kishin përshkruaj shumë të mëdha dhe fakti që ishte ndodh. Shumë. Fakti nisi që. Do të vite Qivu vendaj si. Por në këtë pikpamje Qivu më pëlqen si personazh. Të pëlqen si personazh. Perfekt. Nuk e di plas shumë pak gjafa për Lautaro Martinez sepse ai për të vërtetë në shihet si një ndër elementët në absolut më të rëndësishëm të skuadrës së Interit. Megjithatë, nuk është se kanë munguar edhe ato zërat që e shohin Argjentinasin për të vërtetën, jo në atë shpejtësimin e madh, jo në formën më të mirë të mundshme. Si do ta vlerësoje situatën e sulmuesit sot? Është sfida e kësaj skuadre, por pjesa që i kritikohet është gjithmonë në ndeshjet e mëdha. Sepse liderët duan në ndeshjet e mëdha, duan në net të tilla, dhe në net të tilla për hir të vërtetës Lautaro nuk është se ka qenë decisiv, por thjesht gjatë gjithë pjesës së tij që ka qenë tek Interi. Ka munguar në shumë ndeshje për të qenë ai lojtari që është në ndeshjet e caktuara me skuadra relativisht të vogla, dhe mbase kjo është pyetja më e madhe që mbetet te Lautaro, sepse ka cilësi, ka leadershipin, ka mbështetjen e skuadrës sepse me të vërtet e ka, por që në momentet caktuara si ne të tilla nuk ka qenë ai që skuadra pret dhe edhe tifozët e Interit presin. Kjo mbetet për të parë sepse unë vlerësoj me nota maksimale në pjesën e leadershipit të kësaj skuadre, por që aty ku do të bëhet hapën cilësor nuk e merr vlerësimin maksimal. Nuk e di, e kemi diskutuar në studio Shëmete, sipas teje si e vlerëson Lautaro? Lokomotiva e skuadrës së Interit, duhet që shifrat janë komforte, besoj që është një lojtar që i jep zgjidhje situata, patjetër që i duhet edhe ajo që thotë Xhafa që në ndeshjet e mëdha të jetë protagonist, nuk e ka bërë shpesh. Në momentet caktuara gjatë vitit ka një gap që e humbet pak në mënyrë se si ai qasë gol. Po mendoj që nëse ka arritur Interi deri në këtë pikë për finalisti i Champions League para dy vitësh fituesi i serisë, mendoj që nga protagonistët kryesor është ai Lautaro, dhe ai vërtet me shifrat që ai po kryen gjatë pasardhës me vërtet shumë në fundit të shifrave, nuk ka bërë historinë e Interit si lojtari uaj në dola të shumë. Kështu që shifrat janë komforte, mendoj që është shumë e rëndësishme në këtë fazë të kampionatit. Patjetër që lojtarë si Lautaro apo Thuram që ke një ndryshe shumë të punuar, edhe japin atë drejtimin ashtu siç duhet kësaj skuadre. Po Lerim se thashë që duhet të shtojë palë diçka. Në fakt Kurami ka një duke vërtet poshtë çamik, nuk është në shqiptim në vet. Kurami të bukur lojtar i madh, për më shumë se shqiptim lojtar i madh jo. Asnjë si kandidat të fituar atë për kontare. Absolutisht nacional të Kopiaga, si raportu. Ka nuk është lojtar i madh. Është lojtar i gjithë politike. Ka shënuar gola në klubet e vogla, ka pasur në Bayern Meket. Edhe nuk është shqiptim në vet nuk mirë. Do të shikosh disa lojra më të parë, nuk thua parë. Ndërkohë që edhe ke kontarja ti që vjetë kampion e bote, ka bërë një pjesë kishtë. Në qëre ta këtjera që i kanë dhënë në klubën e botës të Argentinës, nuk është që të sulmuesi Argentinës. Pra, në të si është rëndësishëm për Interit, nuk që është përdusuar ke doja Argentinës. Por nuk është ky lojtar i madh, lojtar që është pëlqen, sulmuesi.
po tek këtë tash do të thotë se një tjetër. Pra për mua është i rëndësishëm por deri as në Avokat, të lutem, nëse Inter humbet shansin për të qenë mes 8 më të mirëve në Champions League, si e zhvilon situatën, do të jetë një situatë me më shumë trysni, me një më shumë, nuk e di, problematike, një atmosferë jo aq pozitive në javët dhe në muajt të vazhdim? Jo, në këtë format të ri ku ka një presion kaq të madh për mos për shkak të ndeshjeve të shumta, për mund të evitosh ato dy ndeshjet e play-offit është përfitim shumë i madh për skuadrat dhe duke qenë se në atë periudhë Interi do ketë edhe në kampionatin italian do ketë një pjesë shumë domethënëse të sezonit. Ata e dinë që duhet të evitojnë ato dy ndeshje. Çështja është që këto dy ndeshje që luajnë sot dhe ajo që luajnë javës tjetër janë ndeshje të vështira. Avokati, përdori ty se pashin dhe i konzerë në kryza të kyqë. Jo, nuk ka rrezik. Nuk është scenario. Scenari doli në kuqezicës Milanit. Pasha Çepin edhe tatuazhin e Kikeve shqiptar. Ishte duhet të shohë avokati në vërtet diçka. Është Arsenali, është po flojse si Milanit. Ja ka kuqezicë. Është momenti që të ndjekim informacione, do ta nisim më një herë me skuadrën e Interit, Shameti, fjala për ty. Interi vjen në të ndeshje me sistemi 3-2, në zonën në Port Bastoni i ka rënë eksperiencën në Çevin dhe Atazhin, në marrë po besoj që detalin mësor në firma nova të Interit. Ka të zgjedhur Sushtic, besoj në krahasimin me Mkhitaryan, Zelinski që po merr shumë mirë formën e vet, edhe fizike, po dhe atë pjesën që do të ketë në këtë ekip, Barella është pasi në fushën, dhe Luisa Livi që po studion në kavët jashtë në mëngjes të Dumfries. Pa tjetër që dy lojtarët për krysh dhe që është fokusuar e gjithë me i kanë kurame dhe lojtarë. Është momenti për të parë formacionin e Arsenalit, Xhapan Kjarabëtë. Arsenali vjen me skemën e saj tip 4-3-3, nëse ka bërë disa ndryshime sot nga fundjava me Nottingham, ka bërë në emra lojtarësh, por në skemë nuk është se ndryshon shpesh. Pjesa më kulminante, më thelbësore është pjesa e sulmit. Sot do zgjedhur Trossard, Gabriel Jesus dhe Saka. Ndryshe nga ajo treshje që ishte Gokieres, Martinelli dhe Saka në fundjavë. Unë besoj që duke pasur parasysh dhe shtatërsinë e lojtarëve të Interit, qendërmbrojtësve të Interit, janë zgjedhur lojtarë që dinë të luajnë mirë poshtë në zonat të ngushta, pikërisht për mos kërkuar lojën lart, por për të kërkuar aty ku mund të jetë një armë forte e Interit, por për të kërkuar lojën poshtë me shpejtësi dhe me shkatësi, me kombinime të shpejta, sepse ashtu mund ta vësh në vështirësi një mbrojtje si Interit, që në duele fizike është më të vërtetë, nëse i luhet me krosa, është më të vërtetë një mbrojtje shumë e fortë. Ajo që përfilej në fakt prej javësh në Spanjë, do dhe humbja në Superkupën e Spanjës përballë skuadrës së Barcelonës, i kushtoi me vërtet shumë Xavi Alonso, i kushtoi historien e Realit të Madridit. Tashmë drejtimin e skuadrës e ka marrë një ish madrilen si Álvaro Arbeloa. Në fakt, aventura e tij fatkeqësisht nuk nisi as pak mirë, sepse u poshtë në Kupën e Spanjës ndaj Modeste të Albacetes. Nuk e di, tashmë do duhet të rekuperojë në Champions League ndaj skuadrës Monakos. Situata shumë e çuditshme, ndoshta jo e çuditshme, po as pak e mirë për këtë trajner të ri, nis me këmbën jo të duhur, padyshim, apo jo. Çdo trajner që shkon nga Real Madrid ka vështirë. Sepse është një klub i madh, ka lojtarë shumë të mëdhenj, por dhe ka një konsekvencë për diku kundër rrugës. Duke shkuar në këtë klub, keni një problemi shumë të madh dhe shpesh nuk fajtohet, edhe pse fiton proces ku mirë nuk fajtohet me fitoret. Arbeloa është një tranzicion, por një apo të keq pa problem të jetë në Real. Në Real Madrid do jetë një emër të madh, nuk mund të thotë Reali ta dëshojë Arbeloa, edhe po pjesë. Kjo është opinioni. Ndërkohë që Xabi Alonso është trajner, ka treguar veten në Bayern Leverkusen, ka treguar të shkojë në finalet e Europa League dhe në një kampion në Gjermani të skuadrë. Natyrisht nuk kushtat dot në lojtar, me lojtarët e përkutendur dhe të ka nuk komportua dot në ta, dhe përjetoi që pas parasysh edhe një humbje të drejtë në skuadrën e Barcelonës në Superkupë. Unë besoj që u mbush afati që pa të kërkuar Valentino Perez si
në shenja dhe më të parë të realizuar dhe Xavi Alonso. Telani nuk shumë fizikë, se në përgjithësi prena aty ka shumë drejtori, shumë drejtori që ardhë, drejtoria teknike, drejtoria marketinge, dhe nga të funksionës një shtetë brenda shtetit. Kështu që unë besoj që gjërat do stabilizohen, nuk kemi si një ardhëroa, por anima aty që është dhe i ka një ardhë brenda. Xavi Alonso nuk mund të morë vesh dhe mos në një që që është bjerë me nëse si familje, apo jo dhe në Xavi Alonso. Por nga mënyra se si komportohet dhe si në pushtendoj sidomos pasardhjes së Mbappés. Pasardhjes së Mbappés ai nuk është më Vinicius si një farë. Avokat, nuk e di, mendon që Xavi Alonso pati le themi mbështetjen e mjaftueshme nga ana e Florentino Perez? Shiko, të të drejtën, unë nuk e prisja që të shkarkoj Xavi Alonso. Dhe ndoshta është hera parë në memorin time ku te squadra e Real Madrid vendosi paperi që në fund zapëta, vendosi lojtarë. Çdo lojtar i Realit është thënë që ti do ndjekësh trajnerin, ai do thotë trajneri është rregull, trajneri është Reali, ti je një lojtar i Realit, nuk ka rëndësi se si quhesh. Dhe mendon se këtë radhë ndodhi këtu? Kam frikë ose është shpjegimi vetëm Reali diku i shiste lojtarët i dënonte i nxirrte jashtë stërvitjes fare një në shtëpi, i thoshte nuk do vish fare stërvitje, nëse trajneri thoshte kuptoj që trajnerët për cilët flas unë kishin emrin Fabio Capello apo një Pika Libri, që Xavi Alonso nuk është ende i Pika Libri, por duhet të them këtë pak që më duket e çuditshme që ka lejuar Real Madrid që përderisa kjo është rryma kryesore, se nuk e di 100% për të, përderisa kjo është rryma kryesore, më duket e çuditshme që Real Madrid ka lejuar të fitojë për të shumë në fonda një lojtar apo më tepër Vinicius. Do doja mos ishte kështu, sepse kjo është kundër këtij sporti. E parë Vinicius nuk është nga ata lojtarë që mund të lejojë vetes këtë gjë, nëse ka pasur si thua talentet e jashtëzakonshme që kanë qenë kapriçoz, po flasim për artistë. Vinicius është një lojtar i mirë, shumë i mirë, por nuk është një kryevepër. Dhe nga këtë pamje nëse te Reali ka ndodhur kjo gjë do të vinte shumë keq. Dhe tjetra është që Xavi Alonso është një trajner i cili e ka bazuar ose pak nga të gjithë Leverkusen tek kolektivi. Kam shtypin që këta lojtarë nuk duan të jenë kolektiv, këta duan të jenë individ. Edhe për këtë më vjen shumë keq. Është një bisedë që kemi bërë para disa viteve për Parisin. Paris Saint-Germain. Për Parisin kam përshtypjen që është e njëjta ose një situatë ngjashme. Shamete, nuk e di, ndryshimi i trajnerit e skuadrës së Real Madridit, në që të një situatë edhe më pozitive, apo ndoshta do e thelloj edhe më tepër atë që ndoshta mund ta quajmë një farë krize në Donjza, edhe pse është folur jeta po di shumë, një farë gjenerali brenda domave të zhveshjeve. Shikoni, se ka qenë arsyeja që menaxhimi i egos së disa militantëve hysh të Realit ka sjellë dhe largimin e Alonso, besoj që kjo gjë do vazhdojë. Dhe besoj që Arbeloa nuk e ka eksperiencën e duhur, nuk ka mbështetjen forcën e duhur për ta bërë këtë ndryshim. I menaxhoja ashtu siç duhet ta bëjë. Pavarësisht se vjen nga strukturat e klubit. Ne kemi historinë e Zidane që erdhi nga strukturat e klubit dhe besoj që pati sukses në këtë skuadër. Por nëse duhet një trajner me peshë, unë po mendoj që po, sepse çdo ekip i madh që merr pjesë dhe është kompetitiv në shumë kompeticione, siç është Bundesliga apo kompetitiv edhe në Spanjë. Mendoj që duhet të ketë një trajner që të vendosë vetë dhe besoj që trajneri është klubi dhe jo lojtari. Mendoj që zgjidhja është e përkohshme. Ndoshta rezultatet mund të japin të drejta Alonso për ta vazhduar karrierën tek Reali, por nuk e shikoj sepse ka eksperiencë që ka. Nuk është në ato nivele që mund të varet nga klubi. Nëse klubi e mbështet në kjo pjesë, ka mundësi ta ketë këtë pjesën e autoritetit plot, sepse në atë që pa në fund Xavi Alonso u praktis nga klubi. Normalisht është klubi nga mbrapa që jep sinjali që është me këtë trajner apo nuk është. Jo dhe Arbeloa, edhe pse pa eksperiencë, është njeriu i presidentit, është njeriu i klubit, nëse klubi e mbështet, ka gjithë autoritetin për të qenë brenda skuadrës pastaj për të qenë ai i lidhur.
Reali ka treguar që ka qenë gjithmonë klubi i vitit trajner. Ishte edhe pak të kisha të Ai produton pjesë të majta sinjori. Reali është një klub që nuk ka legjendë. Nuk ka legjendë. Majta, si vjen. Asnjë. Sa është emri i Realit më i Jo, është një Florentino Perez më i madh. Ai dhe Reali ka të zhvino, të tjerë nuk ekziston. Këtë ka thënë Kasia, s'e ka thënë edhe ish lojtar të mëdhenj në histori nuk ka. Xhaka nuk e di përqendruar edhe pak më gjatë tek ky kaosi i Realit, duket sikur një person që i ka shpëtuar kritikave është Kylian Mbappé. Ëh? Ka shpëtuar kritikave për një njerëz që e nisi pak a shumë kritikat se edhe ai gjest që u bën Superkup mbas fitores së Barcelonës ku bën me shenjë skuadrës kundër trajnerit që e thret skuadrën, nuk është shenjë i bukur. Dhe ishte një nga njerëzit po. Që ai ishte vetëm nuk e di ndoshta iniciator. Okej. Shiko, unë besoj që një nga indicet që pati Fiorentino Perez për të larguar trajnerin ishte pikërisht kjo. Sepse lojtarët i dolin kundra publik. Duke bërë gjeste kundra trajnerit, trajneri kërkonte lojtarët që vinin bënin rrjeshtin për dorë trokitu Barcelonën dhe në krye Mbappén, një pjesë e lojtarëve që janë lojtarë kryesorë të Real Madridit, bënin me shenjë që tiknin krah kundët mos dorë trokisin dhe pjesa tjetër e skuadrës nuk shkojnë nga trajneri, por shkojnë nga Mbappé. Dhe kjo tregoi që marrëdhënia midis trajnerit dhe lojtarëve ishte e thyer dhe tashmë Xavi Alonso nuk e kishte më nën kontroll dhomët e zhveshit. Kjo unë besoj që një nga iniciatorët dhe një nga ato që e dhanë indicin për të larguar ka qenë dhe Mbappé. Mbappé nuk është spanjoll. Sepse Real Madrid dhe Barcelona kanë bërë situar një ekip, çdo Mbappé që nuk do rrjeshtin për Mbappé. Mbappé që prish rrjeshtin për të nderuar fituesin. Ky është sport fituesit të javës tonë, është shumë e shëmtuar ai kur Mbappé. E ketë Darima, sa vini ka. S'është Darima, lojtarët Të tregoj që s'është. Lojtarët e mëdhenj dini një gjë që luhet 90 minuta, dikush do fitojnë, çdo sport është, kundërshtari nuk është dikush që ti duhet ta përçmosh. Kundërshtari është edhe fama jote e var në kundërshtari. Nuk është, kështu që këta nuk janë fatkeqësisht në për një kohë edhe Në bazën disa gjëra që për cilët është parë sporti, sporti është parë edhe për këto arsye ose për të shumë për këto arsye. Mirë, mbyllim këtu diskutimin për këtë ndeshje, kalojmë tek Paris Saint-Germain që synon gjithashtu të siguroj pozitat mes 18 njerëve, sepse në fakt për të vërtetën i pret një mision jashtëzakonisht shumë i komplikuar në Lisbonë. Ata do të përballen me kampionët e Portugalisë Sportingu që gjithashtu për të vërtetën do të luajë shanset e veta ndaj fituesve të edicionit kaluar. Avokat, nisim pas diskutimit për këtë ndeshje. Shiko, paraqësia e një të paktën atë problemin e yjeve tashmë ka kaluar, ka treguar vitin që shkoi një fytyrë të re, një Paris të ri. Po duket se do të mua që situatë kam mbështetur këtë qendrim, po më nxjerr keq ose po më zhvilleni para mënyrës sepse loja si vjetme që vërteton një farë mazë ato teori që më e vështirë se sa të fitosh një vit është që ta bësh tradit fitore. Sepse gjithmonë si vjet ka një gjë apo një gjë tjetër. Janë ato momente të lojës së tyre. Ata janë vërtet skuadër shumë e organizuar, shumë e stabilizuar shumë mirë etj. Po ka gjithmonë momente një ndeshje edhe në kampionatin francez që po të nuk diskutohet fare vitet e shkuara, që janë edhe në vend dytë, në Champions, okay, disa ndeshje janë vendosur edhe nga mënyra se si ka shkuar ndeshjet e vitit janë ndihmuar fiksore. Nuk më duken kampionët e vjetshëm. Okej. Këtë mund ta them. Tani edhe vjet deri në vjetorin e Shumë më dobët se këtë jo, shumë tepër me atë rezultat. Dhe pastaj ata shumë e vërtetë. Pastaj ata bën atë që bën ato 6-7 ndeshjet e fundit. Kështu që ka akoma si thua pikpyetje, edhe duhet të ndjekim se çfarë do të bëjmë. Ka pasur edhe dëmtime si vjet, domethënë kanë qenë disa faktorë. Unë gjithmonë nga Luis Enrique kam atë merakun që ai dashurohet që në ato vite vëra. Ai prandaj ka fituar për shkak të ideve vëra, domethënë ka pasur ato konsekuencën edhe koherencën që shkoi deri në fundit deri. Por derisa ka fituar, do të thotë që i veti ka pasur të mira dhe të drejta, i kanë çuar drejt fitore. Okej, po Kemi thënë ato informacioni që fitues
Nuk ndrohet. Do përdor një termin ndoshta sporti nuk i shkon për shtapën, po radikalët, domethënë se nuk do doja që ti isha i saktë në këtë po them, do doja të isha i gabuar. Radikalët në fund fare diku që do, nuk që janë shumë radikalë. Edhe ai ka edhe merakullin e të qenë duhet ta shikojmë se si do ecë. Unë vetëm çik tifos. Vetëm. Njërim, nuk e di për ty vetet Paris Saint-Germain një të skuadrat më të forta në kontinent për momentin. Për momentin po, duke rregulluar për bakës sekretarët që ka përënda, janë dakord në avokatën dhe diku që është Parisi që pan fisën e të vitit të kaluar, por që bëjnë një fisën të vitit të kaluar do vëllë të të rejtë të janë dakord. Se gjërat të vitit të janë kaq të vendosura ato të qenë po 100% të saktë. Në kampionat ka një konkurent që ndoshta se ka pasur në vitin e fundit që ka fitonë kapitolin këtu. Ndërsa në Champions në kuotën e 3 do partitës sot të fitojë përballë Sportivo ishte një skuadrë e fortë, però që trajneri do Bela, ja çon në Manchester United, ai është shumë i vërtetë pa punë pa gjë, ju prish punë edhe Sportivo të Manchester United. Sepse nga trajnerët pak janë shumë interesantë të vitin, do shumë mirë, po kote sukses interesant jo vetëm në kampionat, që fitoi, por edhe në Champions. Gjithsesi pra do ishte bukur sepse Sportivo ndua, do të bëjë një futboll zëvos të shumë të. Dhe ishte interesante këtu dhe Paris Saint-Germain. Të dyja duhet të trendi Parisi 10 Sportivi. Të dyja duhet pak të është pretendente paktën për fashin e 6 vjetësh. Është pretendente e mirë. Okej. Xhapat, jemi në minutat e fundit të lutem, duhet të thënë që Sportingu në të kaluarën ka prodhuar jo pak surpriza në shtëpi, nuk e di ka forcën mendon në vendin e sotme për të befasuar sërish skuadrën e Paris Saint-Germain. Besoj që në histori skuadrat portugeze kanë treguar që brenda shtëpisë së saj mund ta luajnë me këtë do. Kanë përballë një skuadër realisht që ka shumë të vështirë të luash futboll kundër Parisit, por që skuadrat portugeze prodhojnë gjithmonë në shtëpi. Shameti e jeta pyetje edhe për ty sa forcë. Se Paris Saint-Germain luan një ndeshje me Newcastle në javën e Besiktasit, çdo që të krejë surprizë, sepse Newcastle ishte aty të bashkë që javën maksimumi do të kualifikohet të ketë. Do të ta zgjidhni këtë ndeshje pavarësisht se skuadra portugeze në fushën e vet janë skuadra që janë të forta, që në futboll shumë të bukur. Ka një eksperiencë në fakt sportive në të tilla kompeticione, por këtë besoj që Porto është mbi Sportivin e Sportivit. Mendoj që nuk do të ketë surprizë. Çuna faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Ne në fakt do të shihemi sigurisht në përfundim të takimeve, sigurisht në studio Champions League, këtu në Drink Sport Mirë për të bërë komentin e plotë të mbrëmjes së sotme të Champions. Shikim të kançë. Do më japni edhe pak dritat? Opa! Shumë drita, haj!
I'm just gonna read the comments real quick. Who is disappointed? Next time. No, not next time. Like next live. Next live, because this is like the first time that I'm entering TikTok in a very, very long time. Of course, we're gonna have like a second live in the third show of the night. So yeah, see you at the third show. Maybe I'm gonna read a little bit what's happening and I'm gonna do something about everything that you said. Hi, you didn't open. Nope, those are the shoes for tonight, so they didn't open. Hi. Coming at halftime? No, I'm not gonna come at halftime. I'm gonna enter again here on TikTok Live, but also on Drink Sport 1 for anyone who wants to watch the comments in Albanian. The official channel is Drink Sport 1. Are you an SPN? No, that's exactly what I'm saying. I am broadcasting for an Albanian TV channel who has the rights of the Champions League, and it has had the rights of the Champions League for the past 10 years, sorry. So you can watch me, like you can watch the real show on Drink Sport 1. Hi. Oh my God, like I have not been, of course, here on TikTok, like almost zero, but also on Instagram. Everybody was asking me, where have you been? Why haven't you posted anything? Because like I have noticed that I didn't post anything for almost a month, like 1 month, one full month. And I guess this is something weird and stupid in today's day and age, especially from someone like me that I guess my audience is used to me posting like not only every day but several times a day. We were concerned. Yes, I have read all of you guys' messages. I have read all of you guys' messages, and I'm not gonna lie, I had a little bit of a moment, like I was like, oh, people are asking about me, but I was super good. I was just like trying to have like an off time and spending as much time as I could with my family and relaxing. And I'm not gonna lie, knowing what's happening like all over the world, knowing that maybe we're on the verge of something very bad happening. Hopefully it's not gonna happen. I am not gonna lie, not too happy to post on Instagram, because I feel like I am posting like happy stuff when the rest of the world is suffering. So that's why I had like a little bit of a withdrawal from the social media. So it was a winter break. Did you get? Yes, it was a winter break. A very long winter break, I'm not gonna lie. I haven't been, this was a little bit unusual because I guess people are not used to me getting offline for good, and this was like a real offline. But we're here, we're back again. Hi! We're back. I'm gonna use that sound. We're back, baby. We're fucking back. I'm a little bit not worried, but I mean I'm not used to this kind of outfit for the Champions League. But I like it. It looks better on the real broadcast. Like here on TikTok, I like it. I don't like it so much, but on the real broadcast, the outfit looks better. Hi.
Okay, guys, don't worry because I'm gonna enter like the third part of the show. I'm gonna enter on live here again on TikTok. And you know the drill. That's what we usually do here, live on TikTok, and of course the official broadcast in Albanian. Arsenal or Inter, I don't know. Like everybody left the studio, and I'm the only one in here at the moment. So you can see that the game is about to start, and I really want to go. As I was saying, the game is starting, and I really want to go, so I can watch even the intro. Hi from Georgia. Hello. Are you ticklish? Of course I am. A lot. The light, what was that? I didn't read it. The light above your head annoys you, doesn't it? It annoys me a lot, and you have no idea how hot it is in the studio. It's like 100 degrees because, like, I mean, in every studio all around the world, it happens just the same because, like, the light emits so much heat, and basically, like, here it's beach weather all the time. Hi. Very nice smile. Thank you. Hello from New Jersey. Hello. What time is it in New Jersey now? Is it like the morning? No. I have no idea. I don't know why I said that. You have a Vinted account? No, but I'm 100% gonna open a Vinted account. Maybe that's what I should do. Like, I'm gonna see the possibility to open a Vinted account tomorrow, so I'm gonna put all my old clothes, all my, I don't know, different sweaters, shoes, dresses. Hi. I saw something in Brazilian, but I really cannot read it. I just know the language. But I'm sorry, I cannot reply to you. It's good to be back though. Yeah, it is good to be back. Every time that, but like this time was completely different because like it's not that I have not also been like on the studio. I have just like cut ties with social media like at all. Really, I just needed like a real break. What's your nationality? I'm Albanian. It's like, I think it's like up front in my profile. It's like big Albanian. Can we see the nails? Yeah, I did them yesterday. Like this. Do you have some Italian roots? It's so funny because like growing up, I've heard the phrase like, you're so Italian, you're just like an Italian girl, like whole my life. Also because like I've learned how to speak Italian since a very young age, but no, literally I have no connection with, you know, other than the fact that I've visited. So the game is starting. And and the game is starting, so the command is on, and you know I really need to like go and watch the game from the beginning, because then we need to comment all of it,
and analyze all of it. So I'm just, oh my god, I cannot hear also my voice. I'm guessing you cannot hear anything because like I cannot hear my voice. Mwah, I'm sending kisses to all of you. And don't forget that we're gonna enter live again here on Trinksport 1, on the official broadcast on Trinksport 1, but also on live here on TikTok. So I'm going now for anyone who wanted to watch. That's a little outfit of the day for you. Going now, and don't forget we're gonna see each other again for the third part of the show on 11.